Vion puna për rikonstruksionin e rrugës Ernest Bushati në zonën informale të ish fabrikës së letrës në Shkodër, e cila shërben për 10 familje në 2 anët e saj. Tekniku i punimeve Ramadan Kadriu thotë se është realizuar mbi 70% e volumit të punës. Kena bë ujnet e zeza, ujnet e bardha, jo përfundimisht, po si më thonë 90% të ujnet kry, dhe të vazhdojmë për shtresa tjera, vënës e bërdurëve, që e fillu këtë segmenti, fillim të ardhë. Besoj që 67% për minjo janë kry deri tash. Projekti për rikonstruksionin e kësaj rruge përfshin të gjithë elementet e infrastrukturës dhe me ecurinë e deri tanishme të punimeve besohet se do të përfundoj brenda këtij muaji. Mendoj që deri fundi muajit, besoj që kryjnë. Nëse s'ka ndonjë problem, kështu që më thonë. Këtë rrugës është e banueshme. Paketa është e plot, si më thonë, me ujët e zeza, ujët e bardha, shtres asfaltike, ndriçimi, rrugor, gjithë që ka, paketa është e plot. Për këtë projekt, Bashkia Shkodër financon mbi 7.914.000 lekë të reja si pjesë e programit për rregullimin e infrastrukturës në bloqet e banimit të zonave informale, krahas ndërhyrjeve në rrugët tradicionale të qytetit.